Dy banorët e Big Brother VIP Albania, Brikena dhe Mateo, po vazhdojnë të jenë kryefjala e mediave roz. Mateo në prajmin e së shtunës i bëri një surprizë shumë të bukur Brikenës, ku kërkoi t'i jepte një mundësi. Bëni subscribe kanalin Biz Shorts për më të reja rreth showbizit vendor. Brikena tregoi se si është habitur nga surpriza e Mateos. Thjesht dola jashtë dhe u ula, pastaj dole ti dhe u shtanga, që ke kërkuar të ma bësh një surprizë të tillë. Mua më erdhi mirë, por unë nuk i bëj gjërat që nuk i ndjej. E vërtet që ke merituar një përqafim, për një surprizë të tillë. Po ne nuk kemi pasur afirmitet asnjëherë. Nuk kemi ulur bashkë që ta pim një kafe. Përderisa nuk e kam një lloj afirmiteti me një person, nuk mundem me përqafu, u shpreh Brikena. Unë ta dhash një mundësi për t'u njoftuar. Mateo ja ktheu, shumë mirë, unë e vlerësova, por përqafimin nuk e mora. Se a do të ketë diçka më shumë mes Mateos dhe Brikenës? Mbetët të shihet në ditët në vazhdim.